Zonat malore të qarkut të Shkodrës janë përfshirë nga rreshtet e Dëborës deri në lartësi mbi 600 metër. Në aksin rrugor Bokë Qaftëthore, rreshtet e Dëborës vijojnë me intensitet mesatar, ndërsa mjetet borpastruese ndodhen në terren për mbajtjen e hapur të rrugës, e cila vijojnë të jetë e kalueshme me goma dimërore, ndërsa këshillohet që drejtuesit e automjeteve të jenë të kujdesshëm. Edhe në zonën e Kelmendit, që prej mbrëmjes së djeshme ka pasur rreshte dëbore me trasi 10 deri në 15 cm, por pa shkaktuar problematika në qarkullimin e automjeteve, mjetet borpastruese atje kanë punuar gjatë natës për mbajtjen e rrugës hapur, ndërsa nuk raportohet për problematika. Edhe në pikat turistike të Thethit dhe të Razmës ka pasur rreshte dëbore, ndërsa rrugët vijojnë të jenë të hapura për gjithë vizitorët, ndërsa këshillohet kujdes i shtuar për drejtuesit e automjeteve. Sa i takon rreshjeve të shiut në gjithë qarkun e Shkodrës, situata është e normalizuar, ndërsa në bashkinë Vaudeës vijojnë problematikat me furnizimin me energji elektrike në fshatrat e njësive administrative Viknel dhe Shlak.